Rekomandimet prioritare numër 2 dhe 3 të OSPE ODIHR 2021 theksojnë nevojën për parandalimin e çdo forme presioni, si dhe për intensifikimin e përpjekjeve nga agjencitë e zbatimit të ligjit në identifikimin, hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të shitblerjes së votës. Qytetarët duhet të inkurajohen të raportojnë dhe të paraqesin prova për çdo rast të shitblerjes së votës apo ushtrimit të presionit. Nga monitorimi i procesit të deritanishëm zgjedhor ISP vlerëson se institucionet ligjzbatuese janë përfshirë në trajnime profesionale në fushën e zgjedhjeve, shoqëria civile ka ofruar ekspertizën dhe gjetjet e saj. Raportime nga shoqëria civile, media dhe të dhëna nga sondazhe ngrenë shqetësimin për risjet e mundshme të trafikimit të votës dhe ushtrimit të presionit. Kandidatët dhe subjektet politike kanë denoncuar raste të presionit ndaj votuesve. Gjatë periudhës zgjedhore këto shqetësime mund të rriten. Garantimi i integritetit është parakusht për pjesëmarrjen qytetare, shtetin e së drejtës dhe legjitimitetin e institucioneve demokratike. Shqyrtimi administrativ i të gjitha rasteve, hetimi dhe dënimi i krimeve zgjedhore përbën një nevojë, sfidë dhe përgjegjësi për SPAK, KQZ, prokurorinë dhe policinë e shtetit. Koha për standarde, për zgjedhje të lira dhe të barabarta.